Po besoj që përveç kësaj anës njerëzore, ngrohtësisë familjare, po në njëti është prapë i njëjtë, hoxha, po. Njëti është i njëjtë, mirë, po ajo ngrohtësia familjare e bën të vetën. Unë të them të drejtën, po tash edhe rrethet familjare sa janë të përqendruar dhe sa e dinë vlerën e përgatitjes së fyrit dhe të iftarit, edhe ajo çon pesh shumë, se të them të drejtën në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, i kam vetëm 4 iftare në restoran. Kreti kam në ambiente familjare. Ta mirë, po shumë mirë, megjithëse ka ndru goxha shumë. Është e vërtetë që ka ndru goxha shumë, edhe zatën t'ju thonë që atje Zoti ju dho bereqet, ju ka dhonë edhe bereqet restorane. Ja, dhe janë bo shumë restorane. Po, tash edhe problemi i mbledh njerëzit. Por megjithatë Shtëpia Lab e ka bereqetin edhe mirësinë e vet, se ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i cili i jep agjerusit iftar, ja merr shpërblimet e agjerusit, pa ja mungu Allahu fuqiplot atij që ka agjeru. Po asoj nana, asoj motra, asoj vajze që i ndihmon nanës ose që e përgatit edhe vet iftarin për të ftuar mysafir në shtëpinë e tij apo të saj, Allahu fuqiplot don që për djersën e saj të derdhur, për mundin e angazhimin e saj, t'ja bën double agjerimin e sajna. Dhe thotë edhe nuk është që Zoti na lën mangu edhe në shpërblim, edhe kur ne i thirrim edhe në restoran, po. Është ajo mungesa emocionale. Ndoshta me gjithë që e thatë edhe më herë, ndoshta edhe nuk mundna mi bë njerëzit bashkë sot. Megjithëse Ramazani ka natyrën e bashkimit, vazhdon me pas, anë restoran, anë shtëpi, prap unë mbaj mend, unë prej e vogël mbaj Ramazan, po mbaj mend nuk ka pas emocion më të madh e kënaqësi më të madhe se me u çunë syfër me prindrit. Por ishte edhe një kënaqësi hala më e madhe se me u çunë me vladin syfër, është e pakrahasueshme. Tani këtë Ramazan përjetoj edhe unë, sepse vajza ime veç se 10 vjeçare ka filluar me praktiku agjerimin komplet muajin e bekuar të Ramazanit. Është komplet gjësi tjetër. Është një gjësi përveç angazhimeve që ka në shkollë, në kurse të ndryshme. Çish do një më me ditë. Megjithatë e ka shëretin edhe lezetin e vet. Inshallah Zoti na i mëson që fëmijëve tanë gjithmonë t'i vije Ramazani që çdo dimrit që starti më kanë i lehtë. Megjithse e kisha pranuar si njëra prej atyre që shtroi iftare, shumë më lehtë më ka ardhur me majt Ramazan kur kanë 8 mbrëmje iftari, sepse kam pas kohë edhe me punu edhe me shku me bëj iftarin. Shumë më vështirë po është që tash me nxon kohën me përgatit iftar me që edhe punojmë, po prapë se prapë pjarim.